Për neve si qendër burimore, kjo datë sot është edhe më e vështirë për me përkujtu, sepse sot nuk e kemi shtyllën në organizatës tonë, por jo vetëm nuk e kemi figurën i cili e ka nisur këtë çështje në vitin 1998 tutje, e që fatkeqësisht nuk gjendet më në mesin tonë. Jem duke folur për Baca Bajram Qerkinaj, një figurë e cila u bë simbol i qëndresës, por edhe luftës për të vërtetën. Baca Bajram, bashkë me urtësinë, por edhe vendosmërinë e tij, gjithmonë ishte në ballë kësaj betejë të drejtë, duke mos u ndalur asnjëherë, edhe për shkak të moshës së shtyrë deri në frymën e fundit. Baca Bajram nuk e jetoi jetën vetëm me dhimbjen e tij personale që edhe ka shkuar pa e gjetur djalin e tij, por me dhimbjen e mira familjeve. E parë, mungesa informacioneve të besueshme ose informacione kredibile, që për ne, Komisioni Qytetar të Republikës së Kosovës, në kupton një mungesë të gatishmërisë për bashkëpunim nga pala serbe, për të evituar çdo keqkuptim përkatësisht nga Komisioni Qytetar i Serbisë ose institucionet e Beogradit. Sidomos me mungesën e gatishmërisë për të vënë dispozicion ose për të ofruar qasjen në dokumentet dhe informacionet gyq. Rrjedhimisht, kjo pengon tëllësisht zbardhjen e fatit të personave të zhdukur. Një tjetër sfidë janë ose është çështja e mbetjes mortore, marrë megjithatë për këtë doktor ditori me shumë kompetencë, besoj të flet me allësisht. Ndërsa krahas të parës, sfidë që mbetet po ashtu, ndoshta edhe sfida më e madhe, e që rëndon çdo ditë mbi shpresën, është faktori kohë. Siç e thoshte Baca Bajram, plakja si proces nuk po e shuan dhimbjen për ata që na mungojnë. Vetëm gjatë kësaj periudhe kohore, pra gjatë këtij viti, përkundër kushtet të papërshtatshme me pjesa e parë e vitit, kushtet klimatike të dimrit, të cilat nuk preferohen që të jenë ditë të angazhimit, por kemi 4 lokacione të adresuara së trajtuar në kuptim gërmimin vlerësues. Duke filluar në një lokacion në komunën e Malishevës, një lokacion në komunën e Podijevës, në cilin veç se është prezantuar në media, ka rezultuar me gjetje dhe zhvarrosje të mbetjeve mortore të paktën ose siç prezantohet shpreha nga kolegët tanë, minimumit të një personi ose një individi. Përvazhduar pastaj edhe me 2 lokacione tjera, një në komunën Prishtinës dhe një në komunën të Klinës, por vetëm gjatë këtij viti, pra gjatë këtyre 4 muajve, familjeve janë ndërzuar për rivarrim mbetjet mortore, kufomat ose eshrat e 25 viktimave. Mas shumë diskutimeve, konsultimeve, debateve, edhe analizave që janë bërë, në qershor të vitit kaluar ne kemi arritur ta miratojmë strategjinë në 13 qershor, kështu që parafërsisht më pak se një vit, dikon rreth 8 muaj që është miratuar strategjia për drejtësi tranzicionale, edhe në këtë dokument, një prej fokuseve themelore ose baza ose me vëmendja janë edhe personat e pagjetur. Kështu që ose personat e zhdukur me forcë. Mbi këtë bazë, unë do t'i përshkruaj disa nga aktivitetet ose veprimet ose nevojat që strategjia i parashen në raport me të drejtat dhe me personave të pagjetur. Fillimisht, strategjia që thash është edhe platformë në dokument strategjik, i cili ka identifikuar nevojat duke u bashkërënduar me institucionet që merren në këtë fushë me Čovjeka koji je posvetio 4 veka za rad, to jest za traganje nestalih lica, čovjek koji se trudio ne samo za svog sina, ne samo za Albance, nego nije delio nikoga po veri i po naciji. I zato smo mu svi zahvalni u tome i zahvalni smo što je izgradio jedan
jedan ovakav resurni centar gde danas mogu slobodno da se druže, da sede, da razgovaraju i da tragaju svi za isto, a to je za pronalaženje sudbine nestalih. 1600 porodica imamo koje tragaju za svoje najmilije i da ne znaju svoju sudbinu. To je sudbinu njihovih najmilijih. I zato smo danas ovde da svi zajedno tražimo od institucija i ovde, i u Beogradu, i svuda, da se sudbina nestalih što pre rasveti, jer da ne dozvolimo da nam porodice umiru, da nam roditelji umiru, a da ne znaju sudbinu svojih najmilijih. I zato bi... Porodice 1600 nestalih ovde na Kosovu iz svih etničkih zajednica, ne mogu da govorim u ime svih njih, ali mislim da delimo isto nezadovoljstvo, da je 4 veka preko, odlaze očevi, majke, čak i supruzi, ne saznavši istinu o svojim najrođenijima. Pozdravila bih gospodina Kuštrima. Kada govorite o nestalima, kada o nestalima razmišljate, da razmišljate o svim žrtvama.